një komunikim me kolegen Rogova Dunisha për të mësuar më shumë lidhur me këtë zhvillim. Rogova, përshëndetje, si paraqitet situata në gjykatën kushtetuese, ju keni disa kohë që ndodhin aty? Ju përshëndes edhe unë, po në fakt në gjykatën kushtetuese ka një vëmendje të shtuar nga mediat, por jo vetëm për shkak të seancës që do të zhvillohet ditën e sotme pra në orën 10 për ankimimin që kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj i ka bërë vendimit të qeverisë për shkarkimin e tij. Vetëm pak minuta më herët, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj me pranga në duar ka mbërritur në ambientet e gjykatës kushtetuese i shoqëruar padyshim edhe nga policia e shtetit. Ndërkohë që në këtë momente Veliaj ndodhet në ambientet e gjykatës kushtetuese në pritje të nisjes së seancës së tij. E ndërkohë kanë ardhur në ambientet e kësaj gjykate po ashtu edhe mbrojtja e zotit Veliaj dhe vetëm pas pak pritet që në live streamin e kësaj gjykate të zhvillohet edhe seanca e cila ka një interes të jashtëzakonshëm nga ana e mediave dhe publikut. Nga ana tjetër duhet të thënë se Erion Veliaj kundërshton vendimin e qeverisë për shkarkimin e tij, duke thënë se ata janë bazuar vetëm në nenin 62 të kushtetutës ku saktësohet se kryetari i Bashkisë shkarkohet për shkak të mungesës së tij 3 mujore të pajustifikuar. Ai thotë se ky ne nuk duhet shqyrtuar në veçanti, pasi duhet marrë parasysh edhe neni 115 i kushtetutës, i cili thotë se mund të shkarkohet kryetari i Bashkisë vetëm për shkelje të rënda të kushtetutës. Ai thotë se mungesa e tij në krye të Bashkisë ka qenë për arsye të cilat nuk janë në vullnetin e tij, pasi ai prej muajsh ndodhet tashmë i ndaluar në paraburgimin e Durrësit për shkak të çështjes së tij e cila po shqyrtohet dhe po hetohet nga ana e SPAK. Ndërkohë që pritet që kjo seancë të jetë një seancë e gjatë, pasi 8 anëtarë të gjykatës kushtetuese do të t'i drejtojnë pyetje Erion Veliajt, por jo vetëm atij, edhe palës tjetër, palës së Këshillit të Ministrave, të cilat janë palë në këtë çështje të ditës së sotme. Do duhet parë se si do shkojë kjo seancë, nëse gjykata kushtetuese do të vendosë ditën e sotme që të shfuqizojë përfundimisht dekretin e presidentit dhe ta quajë të pajustifikueshëm ligjërisht vendimin e Këshillit të Ministrave, apo do të japë të drejtë Këshillit të Ministrave dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës nuk do të jetë më i tillë, duke i hapur kështu rrugën zgjedhjeve në kryeqytet. Qartë, Rogova, ju thatë që pritet në orën 10 nis kjo seancë, por nga komunikimi që ju keni, a ka informacione nëse gjykata kushtetuese mund të marrë një vendim ditën e sotme dhe nëse merr një vendim dhe lënë në fuqi dekretin e presidentit, do të kemi zgjedhje më datën 9 nëntor, ku janë parashikuar edhe për 5 bashkitë e tjera? Në fakt nuk e di se cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese ditën e sotme, pasi do duhet parë se si do të jetë kjo seancë, por pritet të jetë një seancë e gjatë, pasi do të kenë të drejtën e fjalës pala mbrojtëse, pala kundërshtuese, por edhe anëtarë të gjykatës kushtetuese, të cilët do t'ju drejtojnë pyetje të dyja palëve, e nga ana tjetër edhe palët mund t'i drejtojnë pyetje njëra tjetrës. Do duhet parë se cili do të jetë ky vendim, por nëse gjykata kushtetuese vendos që të lërë në fuqi vendimin e dekretit të presidentit Bajram Begaj për zhvillimin e zgjedhjeve në Tiranë, këto zgjedhje nuk mund të mbahen me datën 9 nëntor për shkak të mungesës së përgatitjeve pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me vendimin e gjykatës kushtetuese për pezullimin e vendimit të dekretit të presidentit për zgjedhjet në Tiranë ka pezulluar edhe punën përgatitore për zgjedhjet në kryeqytet. Do duhet që një vendim tjetër i presidentit Bajram Begaj të vendosë një tjetër datë dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më pas të nisë edhe përgatitjet për zgjedhje në kryeqytet. Sidoqoftë, vendimi ditës së sotme me 9 nëntor, kryeqyteti nuk do shkojë në zgjedhje. Rogova, faleminderit për këtë komunikim.